Tha non Kosova për ta lyp një djalë. Tha sukur çdo non që insiston, ndoshta miru djem, tha ju lokën jo po të katrit. Po na jem 4 vllazën, vllavi i madh Sheremeti ka qenë i burgosën politik, unë jam i dyti. Regjepi ka qenë në Gjermani dhe me familje me fëmijë rrugëve të fshatrat të Shqipërisë, ka hyrë në Kosovë në 97-ën, ka ardhur në mënyrë të organizuar nga Lëvizja Popullore e Kosovës që vepronte në Gjermani. Edhe net pas netsh një nej i drejtohet nonës sot dhe ndjerë, Ahmeti po shpiti po thëmë thjesht, tha non Kosova për ta lyp një djalë. Tha sukur çdo non që insiston, ndoshta miru djem, tha ju lokën jo po të katrit. Tha njo, tha atëherë me si për lyp ka njo, filloj të thot për vllavën e madh Sheremetin, është ka i burgosën e ka vujt edhe është në Gjermani, unë isha pa kriju familje, ende s'kisha fëmijë. Ahmeti tha nuk ka fëmijë. Shefqeti vogël ishte i pamartuar. Tha kështu që Recep tha të bjen ty të bon shushtari i Kosovës, tha se edhe i ki 2 djem, atëherë i kish Recepi 2 djem, edhe përqafoj. Tha me të vërtet non, tha po më dojshë, tha se aty edhe për këtë qëllim ko marrë nga Gjermania. Kështu që edhe ka fillu organizimin e trive të fshatit në Përneja, me futbolle, ty përgadit rinin që momentin e duhur të dalin edhe si. Pra pse ka bërë aktivitetin ashta sportive, qëllimi u konë për me i bashku për çështjen e lirisë. E vërtet.